Pse po mbrojnë zyrtarët aktual të policisë, ministër Toshkovski? A nuk keni pak ndërgjegje? Kështu ka deklaruar zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska, nga ku sipas saj edhe pas 30 ditësh, hetimi për ngjarje në Koçan po zhvillohet në mënyrë selektive dhe në drejtim krejtësisht të gabuar. Sipas Kuzeskës, kjo nuk është e rastësishme apo nga ignoranca, por e qëllimshme për të mbrojtur zyrtarët aktual. Ajo thekson se pas 9 muajve të qeverisjes qendrore, asnjë nga njerëzit e tyre nuk është përgjegjës, edhe pse siç tha ajo, për këtë të gjithë ekspertët e sigurisë kanë konfirmuar se përgjegjësinë drejt për drejt e kanë udhëheqja aktuale e policisë. Imagjinoni pas 9 muajve të qeverisjes qendrore dhe gati 4 viteve të qeverisjes lokale të VMRO-DPM-s, asnjë nga njerëzit e tyre nuk është përgjegjës dhe të gjithë zyrtarët janë përgjegjës deri në vitin 2022. Të gjithë të dyshuarit po përballen me procedime për periudhën 2012-2022, por ç'mund të thuhet për përgjegjësinë e atyre që ditën e zjarrit 15 mars mbanin poste të larta policore? Në 30 ditët e fundit të gjithë avokatët dhe ekspertët e sigurisë kanë konfirmuar se përgjegjësinë drejt për drejt për këtë ngjarje e kanë udhëheqësia aktuale e policisë dhe një sër institucionesh të tjera. Tutje, ajo shtoi se si është e mundur që prej 7 shefa policie, komandant dhe zëvendës komandant, të cilët me ligj ishin të detyruar të parandalonin zjarrin dhe të siguronin ngjarjen atë mbrëmje, nuk ja dolën dhe nuk janë përgjegjës për një ngjarje të ndodhur gjatë turnit të tyre dhe fajin e kanë vetëm të mëparshmit. Nëse ata do të kishin vepruar, Kuzeska tha se disko do të ishte mbyllur me kohë përpara se të ndodhte tragjedia, nga ku një veprim i vetëm ligjor sipas saj mund të kishte ndryshuar shumë, ku më e rëndësishmja jetët mund të ishin shpëtuar. Ajo madje i drejtohet Toshkovskit duke i thënë se kryen terror dhe persekutim politik vetëm për të mbrojtur ata që ka emëruar. Ndërkaq, thekson se LSDM kërkon dhe do të vazhdojë të kërkojë llogaridhënie të plotë, në të cilën askush nuk do të përjashtohet apo kursehet.